Merr fund konflikti i Tajlandës dhe i Kambodgjës. Ministri i Mbrojtjes i Kambodgjës, T. Saika, dhe Ministri i Mbrojtjes së Tajlandës, Natafon Narkfanit, duke pozuar në dokumentet për një pushim të menjëhershëm me 27 dhjetor 2025. Kështu Tajlanda dhe Kambodgja i dhanë fund javëve të përplasje të ashpërkufitare të shtunën në një pushim të dytë në muajt e fundit pas luftimeve më të rënda prej vitesh mes dy vendeve të Azisë Juglindore. Pushimi po respektohet, tha një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Tajlandës, Surasat Kongsiri, për Reuters rreth 2 orë pasi ai hyri në fuqi në mesditë. Deri tani nuk ka pasur raportime për të shtëna, shtoi ai. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Kambodgjës nuk raportoi për asnjë përplasje pas asaj që u tha se ishte një sulm ajror tajlandez herët të shtunën përpara njoftimit të pushimit. Marrëveshja e nënshkruar nga ministri tajlandez i mbrojtjes, Natafon Narkfanit, dhe homologu i tij kambodgjan, Tea Seha, i tha fund 20 ditëve të luftimeve që u vranë pak 101 persona dhe shvendosën më shumë se gjysmë milioni njerëz në të dy anët, duke përfshirë fluturime të avionëve luftarak, shkëmbime zjarri me raketa dhe breshëri artillerie. Përplasjet u rindezën në fillim të këtij muaji pas dështimit të një pushimi që presidenti SBA Donald Trump dhe kryeministri i Malezisë Anwar Ibrahim kishin ndihmuar të ndërmjetësonin për të ndalur një raund të mëparshëm luftimesh. Diplomati kryesor i Kambodgjës, Prak Sokhon, dhe homologu i tij tajlandez, Sihasak Wangketho, do të takohen me ministrin e jashtëm kinez Yang Yi në provincën Yunnan të Kinës të dielën dhe të hënën për të diskutuar situatën kufitare sipas një deklarate nga Ministria e Jashtme e Kambodgjës dhe një zyrtar tajlandez. Për më shumë se një shekull, Tajlanda dhe Kambodgja kanë kundërshtuar sovranitetin në pika të ndryshme të pademarkuara përgjatë kufirit toksor prej 817 kilometrash, një mosmarrëveshje që her pas here ka shpërthyer në përleshje dhe luftime sporadike.